It's too much, I swear to God. Është me vërtet too much. Por i ngeli hatri për diçka. Se nuk i dori llogaria për diçka që unë po shikoja që kishte ndërmend ta bënte. Çfarë donte të bënte? Dhe prandaj ngacmova. Pse ajo nuk ka strategji tjetër. Vetëm një strategji ka mungon këtu. Çfarë donte të bënte? Me fit me ty? Jo me mua. I çoj dritat e gjata diku, po nuk i eci. Dhe me fit me Kejsin? Jo të flinte. Po kishte qef, kam përshtypjen. Dhe prandaj u bë keq. Pa jo s'ka pas në njërë marrëdhënie, ka thënë. Po harrova. Po ndoshta kishte dëshirë që ta krijonte një marrëdhënie këtu, ka dëshirë. Problemi është që nuk ka dëshirë pala tjetër. Po që ai ka qef Selinën. Pikërisht. Ai marroi për Selinën. Marroi. Do të thënë tu mund të jemi të 17 dhe ai është do të kërkuar Selinën. Ti mendon që ai ka ardhur me një strategji për të hapur Selinën? Po. Apo me një strategji për t'i bërë keq Mirit? Sepse kur tha Mirit paktën. E di unë tha pse ka ardhur. Po lëri moj teoritë e Mirit dhe ti tani kot. Përmendi Mirin këtu. Teori konspirative. Gjithsesi. Gjithsesi shkojnë, se ai është i vogël, është 27 vjeç, ai është 23, po. Jo, fiks janë. Jam fiks, po. Jam fiks, 27, 23, jam 5 sa që ka ajo. Pikërisht, 4 vjet diferencë, kështu që. Peshore është, si dhe zotnia që kanë krevat, kështu që pse jo? S'ka lidhje. Po bëj shaka, në ajo sensin që shkojnë. Puna është sa ngjisin, sa nuk ngjisin. E vërtet është edhe ajo. Qofin të pa të bë dhe ata. Po kjo nuk do të thotë që pjesa tjetër nuk i lëshon dritat e gjata. Kuptove? Se njerëzit tentojnë. Ndjenjat ndryshojnë. Nisesh për një gjë del tek një gjë tjetër, si dihet. Çfarë s'bën vaki? Gjithçka mund të ndodhë, jetojmë në Tiranë.